Kam pa me një faqe islame sureja Rahman, terapi për autizëm, a është e vërtet? Shiko, të garantosh diçka, një pjesë të Kuranit se është terapi për këtë smundje, për atë smundje, për këtë situatë, për ata, kërkohet argument. Ilaçet lypet studim mjekësor, kurse surët ose ajetet kuranore apo hadithet ose lutjet e caktuara lypet argument fetar. Na themi surja Bekare lexohet në një shtëpi e cila mbron nga magjia, i largon me lehtë Allahut shejtan për asaj shtëpie, ka argument për këtë. Surja Rahman për këto raste do të shohim a kemi argument. Nuk besoj, unë s'kam lexuar që ka argument të prerë për këtë çështje, mund të ketë mendimet të hoxhallarëve që është mirë me i shoqëruar me argumente ose nëse s'kan argumente të prera, atëherë mos me garantu diçka që s'ka argumente. Unë këshilloj gjithë secilën faqe islame që e kanë vëllezër, djemë të ri ose motra, vajza të reja, kanë kujdes, mos i mbani njerëzit me shpresa nëse më me thonë të rame për fatkeqësitë të cilat ata i kanë. Edhe hajde hyjëm mundo me të shkretit, me lexuar, me bota, me boktan. Mund të rekomandani leximin e Kuranit, ato suret që kanë argument për to, që s'kanë argument, na lu aty ku është nal Allahu ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kujdes, kjo surja për filan smundjen, ky mjalti për filan smundjen, nëse s'ki argument, shuj. Mos i mbani njerëzit me huti ose me shpresa të rreshme. Allahu i ruajtë ju bekoft.